Qeveria ka miratuar vendimin për rritjen me 2.5% të gjitha kategorive të pensioneve, masë që hyn në fuqi duke nisur nga data 1 tetor 2025. Ky indeksim përfshin jo vetëm pensionet ekzistuese, por edhe ato që do të caktohen pas kësaj date, me kusht që data e lindjes së të drejtës për pension të jetë deri më 30 shtator, përfshirë edhe këtë datë. Të gjithë pensionistët, të cilët do të rreqin kësaj mujor të muajit tetor, do të përfitojnë tashmë 2.5% më shumë se sa masa e pensionit të muajit shtator, por jo vetëm kjo kategori, por të gjithë pensionet e pacaktuara nga strukturat e sigurimit shoqërore dhe që kanë një datë lindje së drejtë para datës 30 shtator të vitit 2025, në kohën kur do të caktohen, do të përfitojnë një koeficient indeksimi prej 2.5%. Vendimi parashikon gjithashtu rritje edhe për shtesat mbi pensione të ndryshme. Përfitojnë edhe shtesat mbi pensione të përcaktuara këto me vendimin të Këshillit të Ministrave, ato do vazhdojnë të përfitojnë edhe pas datës 1 tetor të vitit 2025. Por sa do të jetë efekti financiar nga indeksimi? Po marr një pension bazë ose pensionin social që ishte deri në 30 shtator 9.710 lekë dhe duke filluar nga 1 tetori do të jetë 9.953 lekë. Në qarkun e Korçës, 72.317 pensionistë do të përfitojnë nga kjo masë, e cila synon të ruajë fuqinë blerëse dhe të përballojë efektet e rritjes së çmimeve.